Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Sara Halilaj nga Përmeti e vetmja vajzë në klasën e saj të tikut në shkollën profesionale Thoma Papapano të Gjirokastrës tregon se arsimi profesional është rruga për të fituar aftësi praktike dhe për të futur më shpejt në tregun e punës. Historia e saj është një shembull frymëzues për të rinj që të zgjedhin arsim profesional dhe të ndjekin pasionin për të ardhmen. Virozat e stinës kanë rritur ndjeshëm fluksin në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani. Mjekët e lidhin këtë fluks me anashkallimin e mjekut të familjes. Mjeku i urgjencës Bledar Çela kërkon nga qytetarët që të mos drejtohen menjëherë në urgjencë për simptomat fillestare, por të drejtohen mjekut të familjes në qendrat shëndetësore. Dita e shkronjave greke dhe 3 hierarkët u nderuan dhe u kremtuan nga banorët e minoritetit etnik grek dhe nga përfaqësuesit e arsimit në Dropull dhe Finiq. Aktiviteti kryesor u zhvillua në fshatin Dervician të Dropullit të poshtëm. Qyteti Luleve Përmeti ka shtuar sipërfaqet e gjelbra me mbjelljen e rreth 950 pishave, 800 fidanve të trëndafilave dhe pemëve të ndryshme dekorative në disa zona. Këto mbjellje të reja synojnë përmirësimin e imazhit urban dhe krijimin e hapësirave më të gjelbra. Ju njohim tani më gjërësisht. Sara Halilaj nga Përmeti e vetmja vajzë në klasën e saj të tikut në shkollën profesionale Thoma Papapano të Gjirokastrës tregon se arsimi profesional është rruga për të fituar aftësi praktike për të futur më shpejt në tregun e punës. Historia e saj është një shembull frymëzues për të rinj për të zgjedhur arsimin profesional dhe të ndjekin pasionin për të ardhmen. Arsimi profesional po fiton gjithnjë më shumë terren si një alternativë konkrete për të rinj që synojnë punësim dhe aftësim praktik. Në shkollën profesionale të Gjirokastrës, dega e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit po tërheq interes në rritje edhe pse sfidat mbeten. Një histori e veçantë vjen nga Përmeti. Prej 2 vitesh, Sara Halilaj ka zgjedhur të ndjekë të shkollë profesionale në Gjirokastër, duke u regjistruar në degën e tikut. Ajo ndodhet aktualisht në vitin e 2 dhe është e vetmja vajzë në klasë. Unë e kam zgjedhur tikun sepse më duket një degë shumë e mirë dhe ka një të ardhme të sigurt. Nga je? Nga Përmeti. Nga Përmeti në Gjirokastër për degën e tikut. Si e zgjodhe këtë degë? Më thuaj pak, mbarove 9 vjeçaren, pse u fokusove, pse doje ti ishe pikërisht tek informatika? Sepse mendoj që gjimnazin, jo se nuk ka ndonjë të ardhme, por thjesht këtu është më e sigurt dhe më mirë. I gjete pritshmërit që ndoshta i vure vetes dhe kërkove kur erdhe në këtë shkollë, si u përballe? Është pak kjo pjesa që një vajzë mes gjithë këtyre çunave, por që unë nuk është se kam shumë problem. Këtu jam shumë me miqësuar me këta dhe nuk është se kam ndonjë problem. Vendimi për të ndjekur arsimin profesional nuk u prit pa paragjykime. Shoqet e saj nga shkolla nëntëvjeçare e gjykuan zgjedhjen duke e konsideruar një rrugë më pak të vlefshme. Megjithatë, ajo nuk u ndal. E bindur se aftësitë praktike dhe formimi profesional janë çelësi për të hyrë më shpejt në tregun e punës, ajo vendosi të ndjek pasionin dhe synimin e saj për të ardhmen. Disa më kanë thënë që shumë mirë do bësh që ti ikësh që këtej, ndërsa disa kanë thënë që jo, ç'do bësh ti atje, pse duhet të vesh. Dhe si përfundim ti vendose të vije? Po, patjetër. Dhe cila ishte gjëja e parë që mendove, sepse largësia nga familja në një moshë të vogël, si u përballe me këtë realitetin e Gjirokastër? Është pak e vështirë, normale, por duke menduar për një të ardhme më të mirë, bëhem bërë disa sakrifica. Çfarë ka ndryshe kjo degë nga e gjithë pjesa tjetër? Ka mundësi punësimi, është më thjesht për të gjetur një punë, për një të ardhme më të mirë. Unë them të gjithëve kush mbaron tani 9 vjeçaren të zgjedhin arsimin profesional sepse është një rrugë e duhur, ndoshta ka dhe pak vështirësi për të tjerët, por nuk është siç e mendojnë ta, nuk është kaq e vështirë sa mendojnë dhe sa e bëjnë. Në shkollën profesionale të Gjirokastrës mësimi nuk mbetet vetëm teorik. Nxënësit përgatiten me njohuri konkrete dhe aftësi të kërkuara nga tregu i punës, veçanërisht në fushën e teknologjisë, e cila po zhvillohet me ritme të shpejta. Sipas mësuesit shoqëri e rindit, dega e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit po njeh një rritje të ndjeshme interesi i vitet e fundit.
drejtimi tik po preferohet jashtë mase nga të rinjtë dhe jo vetëm, pasi mundësitë që ai të jep për të gjetur punë në ditët e sotme është shumë i lehtë. Nxënësit tanë që ndjekin drejtimin tik gjatë 4 viteve, po marrin njohuri për të siguruar një punë të suksesshme, jo edhe para mbarimit të shkollës së mesme. Kemi patur nxënës që para se të mbaronin shkollën e mesme kanë gjetur punë në bizneset të ndryshme në zonën e Gjirokastër. Është i përfshirë gjithë rajoni, kemi nga të gjitha qytetet edhe zonat e rajonit dhe interesi sapo vjen edhe rritet pasi punësimi që ju bëhet këtyre të rinjve, hap lajmin që kjo është një deg që duhet ta ndjekim. Bizneset private dhe institucionet publike kanë gjithnjë më shumë nevojë për specialistë të kësaj fushë, çka e bën Tikun një deg me perspektivë të sigurt punësimi. Shkolla tonë me të gjitha drejtimet që ka bashkëpunim të suksesshëm me të gjitha bizneset. Kemi të shpërndarë nxënësit gjatë të gjithë javës në orët e praktikës në bizneset të ndryshme. Kryesisht po flas për drejtimin tim, drejtimi tik i ka të përqendruara në disa nga industritë e suksesshme të Shqipërisë dhe jo vetëm. Kemi të praktikën profesionale po e zhvillojnë në disa nga kompanitë më të mira të jugut, ku dijet që marrin gjatë orës së mësimit i zbatojnë në praktikë në biznese. Arsimi profesional në Gjirokastër po dëshmon se nuk është më një zgjedhje e dorës së dytë, por një rrugë reale për ndërtimin e karrierës. Historia e Sarës nga Përmeti është një shembull se si guximi për të zgjedhur ndryshe mund të hap dyert të reja për të ardhmen. Virozat e Stinës kanë rritur ndjeshëm fluksin në urgjencën e spitalit të rajonal Omer Nishani. Mjekët e lidhin këtë fluks me anashkalimin e mjekut të familjes. Mjeku i urgjencës Bledar Qela kërkon nga qytetarët që të mos drejtojnë menjëherë në urgjencë për simptomat fillestare, por t'i drejtojnë mjekut të familjes në qendrat shëndetësore. Virozat e Stinës kanë shtuar ndjeshëm fluksin e pacientëve në shërbimet shëndetësore gjatë këtij dimri. Sipas mjekëve, një problem shqetësues mbetet anashkalimi i mjekut të familjes, pasi shumë qytetari drejtohen menjëherë urgjencës edhe për raste që nuk paraqesin rrezik për jetë. Mjekët theksojnë se mungesa e edukimit shëndetësor dhe besimi tek mjeku i familjes ka çuar në rritje artificiale të vizitave në urgjencë, duke vështirësuar trajtimin e rasteve vërtet emergjente. Është e panevojshme të vish në urgjencë në fazat e errta, se një vizitë e mjeku i familjes e merr atë terapinë e nevojshme. Nëse ajo nuk të bëj efekt, ose nëse ti je jashtë orarit, ose e shikon veten që rëndohesh, domethënë rëndohen parametra, mund të vish në çdo orë në urgjencë. Po gjëja më e mirë është që të shfrytëzohet sistemi. Domethënë mjeku i familjes, konsulta me rekomandim dhe pasaj për çdo urgjencë, pasaj është urgjenca plus. Domethënë janë disa nivele domethënë të shërbimit, të cilat për të mirën e pacientëve duhet shfrytëzohet të tëra. Vinë njerëzit më vrap në urgjencë, kur domethënë në shumë raste është e panevojshme mund të vente mjeku i familjes dhe ai shumë mirë mund t'i trajtojë ata. Gjatë këtij dimri është konstatuar shtimi i rasteve me viroza, ku më të prekurit janë fëmijët e moshës shkollore dhe të moshuarit. Sipas të dhënave nga shërbimi shëndetësor, ka rreth 50 vizita ditore, 1/4 lidhet me viroza, të shoqëruara kryesisht me temperaturë të lartë dhe problema gastrointestinale. Nëse ne ta zëm në ditë kemi 50 vizita ose 60 vizita, domethënë 1/3 atyre ose 1/4 kanë qenë me pacientët me gjendje febrile. Dhe javët e fundit kemi pasur dhe pacientë domethënë të cilët fillojnë virozat me një temperaturë shumë të lartë, që 3 ditë e para, 39-40, të cilët paraqitjen kuptohet në urgjencë dhe të alarmuar, pasi marrin ato shifrat e larta të temperaturës dhe një pjesë pa filluar dhe mjekimin paraprak. Nëse ne ta zëm kemi 50 vizita në 24 orë, 10 paktën se s'bën ka qenë me viroza, nga 10 deri në 20 ka qenë me viroza. Pjesa dërmuese e tyre kanë qenë pa probleme, janë menaxhuar mirë dhe nuk ka qenë problematike. Dhe rastet që kemi pasur me Covid, domethënë që kanë qenë nuk kanë qenë problematike. Nëse vin ta zëm 10 deri në 20 raste në ditë, do më raste që shtrimeve të mund të kenë qenë deri në 5, e shumta, po jo dhe aq, domethënë ditë të caktuara. Po kryesisht moshat e reja kanë qenë në shumicë, vetëm për shkolla në ambjente, domethënë të cilat virozat përhapen. Shqetësimi më i madh është e moshat e treta, pasi në sezonin e dimrit një sëmur që është në moshën e pensionit dhe ka 1, 2, 3 diagnoza ose 3 sëmundje kronike, disa sëmundje kronike, një grip i sezonit,
i përkeqëson ata. Duhet thënë për ata që kanë probleme të azëm pulmonare, për shumë me azëm, dhe një viroz e rëndon. Por në qoftë se ky sëmur do më ka dhe një problem kardiak, një viroz mund të rëndoj edhe të përkeqësoj dhe parametrat e zemrës. Bluzat e bardha apelojnë për ndërgjegjësim të qytetarëve duke theksuar se mjeku i familjes duhet të jetë pikë e parë e kontaktit për viroza dhe simptoma të lehta, ndërsa urgjenca duhet të përdoret vetëm në raste kur ekziston rrezik real për jetën. Vaksinimi kundër gripit po jep efekte pozitive në bashkinë e Tepelenës. Situata gripale paraqitet e qëndrueshme, ndërsa rastet me viroza sezonale janë në ulje. Sipas të dhënave zyrtare, nga rreth 3000 doza të shpërndara në qendrat shëndetësore. Deri më tani janë kryer 2538 vaksina. Vaksina e gripit, e cila ka nisur të aplikohet që prej muajit tetor 2025 në rrethin e Tepelenës, ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e situatës gripale, duke ulur numrin e rasteve me viroza sezonale. Sipas të dhënave nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në këtë bashki, nga rreth 3000 dozë të shpërndara në qendrat shëndetësore, deri më tani janë kryer 2538 vaksina. Vaksina e gripit në rrethin ton ka ardhur rreth fundit të tetorit. Mund të themi që është kryer në dozë të moderueshme, nëse i referohemi dozave dhe shifrave, mund të themi që janë kryer 2538 doza aktualisht nga 3000 doza të ardhura në total. Gjendja e stokut tani ngelet në qendrat shëndetësore, për cilat janë një dozë e vogël krahasimisht duke u shpërndarë në të gjitha qendrat shëndetësore. Grup moshat kryesisht janë mosha e tretë, por me thënë të drejtën edhe të gjithë grup moshat e tjera janë të solidarizuara, të ndërgjegjësuara që kjo vaksinë sjell benefite për shëndetin, sidomos në këtë periudhë. Nga ana e institucioneve përkatëse vijon apeli për kryerjen e vaksinës si një masë e domosdoshme për shmangjen e komplikacioneve të sëmundjeve sezonale, veçanërisht e grupet më të rrezikuara si të moshuarit, persona me sëmundje kronike dhe gratë shtatëzana. Kryerja e kësaj vaksine ka filluar si kundërthash në fund të tetorit dhe kryerja e kësaj vaksine në këtë periudhë sjell benefite të mira për shëndetin e popullatës, duke sjell më pak infektim, nëse mund të themi, ose kapje të kësaj grupmoshe nga gripi stinor. Dhe në këtë periudhë në janar në shkurt kemi më pak të infektuar, mbi të cilën e atyre që kanë kryer vaksina. Apelojmë që të kryen dhe dozat e tjera të mbetura stok për më të mirën e popullatës. Autoritetet shëndetësore theksojnë se procesi i vaksinimit do të vijojë edhe në javët në vijim, ndërsa qytetarët ftohet të paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të mbrojtur nga gripi dhe virozat e stinës. Drejtoria Rajonale e Policisë Gjirokastër finalizoi operacionin e koduar Autenticiteti pas një hetimi disa mujor të kryer me metoda proaktive në koordinim me Prokurorinë e Gjirokastrës për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të disa shtetazve të përfshirë në falsifikim dokumentesh. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan 3 persona. AG 51 vjeç administratori një subjekti për transport ndërkombëtar Mallrash, i cili kishte siguruar certifikata false për 16 kamionët e kompanisë së tij. VV 45 vjeç dhe EP 38 vjeç, të cilët posedonin 4 dokumente shkollore të dyshuara të falsifikuara. Gjatë kontrollit në subjektin e AG u sekuestruan 16 dokumentet e falsifikuara, ndërsa në banesat e dy të arrestuarve të tjerë u gjetën edhe sekuestruan 4 dokumente të tjera me cilësinë e provës materiale, përfshirë diploma dhe lista notash. Hetimet vazhdojnë me qëllim identifikimin dhe ndjekjen penale të personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet proceduriale janë preferuar Prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme. Operacioni Autenticiteti është një shembull i bashkëpunimit efektiv mes policisë dhe prokurorisë në goditjen e veprimtarive të falsifikimit të dokumenteve, duke garantuar zbatimin e ligjit dhe parandalimin e përdorimit të dokumenteve të reme në aktivitetet tregtare dhe arsimore. Dita e shkronjave greke dhe 3 hierarkët u nderuan dhe u kremtuan nga banorët e minoritetit etnik grek dhe nga përfaqësuesit e arsimit në Dropull dhe Finiq. Aktiviteti kryesor u zhvillua në fshatin Dervician të Dropullit të poshtëm.
Përfaqësues të arsimit në bashkitë që banojnë kryesisht nga anëtarë të minoritetit etnik grek, të Finikit dhe të Dropullit, kremtuan ditën e shkronjave të gjuhës amtare si dhe 3 hierarkët të besimit ortodoks. Kremtimi filloi me mesën tradicionale në kryqëzin e fshatit Dervician, me pjesëmarrjen edhe të banorëve të Dropullit. Atë Nikodimo është autori i disa librave historik për minoritetin etnik grek. Bashkë me grupin e xherimit të televizionit publik, e takuam në Livadja, në qendrën e njësisë administrative, ku përfshihet edhe fshati i vendlinjës, Vagalat. Lidhja e 3 hierarkëve me shkronjat greke tashmë është institucionalizuar. I dedikohet një vizioni që pa një episkop atje në lindje, që pas një debati se kush është më i rëndësishëm, Vasili Madh, Krisostom i Art apo Grigor Theologu, edhe ky vizion, sipas këtij vizioni, i pak i që ngjitesh në qiell të 3 hierarkët në një nivel. Asnjëri as tjetri që e më lart ose më poshtë. Dhe kjo tregon se ata ishin të barabartë për nga rëndësia e tyre. Kështu që kisha vendosur në 30 janar të festojnë bashkë pasi kanë festuar veç e veç. Në Pallatin e Kulturës Dervician organizua një aktivitet kulturor kushtuar shkronjave të gjuhës amtare. Konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastrë, zoti Sokratis Urvinos, përshëndeti të pranishmin në këtë aktivitet. Kjo është një fest greke. Nderojmë shkronjat, arsimin, edukimin, formimin e karakterit, të personalitetit të çdo fëmije, të çdo nxënësi, apo edhe moshat e të rriturve. Kremtojmë dhe nderojmë 3 hierarkët, të cilët jetën dhe aktivitetin e tyre ja përkushtuan frymës krijuese, edukimit dhe arsimit në përgjithësi. Mesazhet e 3 hierarkëve do të jenë përjetësisht aktuale për të gjithë anëtarët e kombit tonë. Pas koncertit të bukur artistik nga nxënësit e Shkollës së Bashkuar Dervician, arsimtarët minoritar organizuan edhe ritin e përvitshëm tradicional, atë të prerjes së pites. Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike në qytetin e Përmetit ka rënë për shkak të mosplotësimit të kritereve. Mbështetja mbetet kryesisht në zonat rurale, ku aktualisht 54 familje përfitojnë ndihmë, ndërsa bashkia ofron një skemë shtesë për familjet që nuk përfitojnë nga fondet qendrore, duke mbuluar rreth 6% të përfituesve potencial. 54 familje përfitojnë ndihmë ekonomike në Bashkinë Përmet. Përgjegjësi për ndihmën ekonomike, Ruigen Simoni bën të ditur se numri i familjeve përfituese ka ardhur në rënje krahasuar me periudhat e mëparshme. Në Bashkinë e Përmetit aktualisht trajtohen 47 familje, nga këto 6 familje janë në fondin 6%. Numri i familjeve ka ardhur duke u zvogëluar. Aplikimet janë bërë, po një pjesë e familjeve kanë filluar punë, një pjesë tjetër kanë aplikuar, nuk i kanë plotësuar kushtet e sistemit për të përfituar dhe ka ardhur në zbritje. Fondi 6% gjithmonë varet nga numri familjeve aplikuese dhe përfituese të sistemit të pikëllimit. Dhe në bazë të atij fondi që na vjen nga sistemi i pikëllimit, kemi një shifër 6% të atij fondi që ne rekomandojmë familjet të cilat nuk kanë fituar në sistemin e pikëllimit për arsye të ndryshme. Sipas Simonit, numri më i lartë i familjeve që marrin mbështetje ekonomike është i përqendruar kryesisht në zonat rurale të bashkisë. Më tepër trajtohen në zonat rurale, në njësinë administrative të Piskovës kemi numrin më të madh të familjeve që trajtojnë me ndihmë ekonomike. Më pak kemi në njësinë e Frashërit, në njësinë administrative të Çarshovës, gjithashtu edhe në qytet pak familje kemi. Ndërkohë, nga autoritetet vendore bëhet e ditur se vijon monitorimi situatës sociale me qëllim identifikimi dhe mbështetja e familjeve më në nevojë, ndërsa synohet që ndihma ekonomike të shkojë tek ata që kanë realisht nevojë për të. Banorët e Këlqyrës zhvilluan protestën e tyre të dytë para bashkisë duke kërkuar përmirësimin e disa shërbimeve publike. Ata paralajmëruan se mund të bllokojnë aksin nacional Këlqyr-Përmet nëse kërkesat nuk marrin zgjidhje. Ndërkohë që kryebashkiaku Klement Ndoni tha se kërkesat janë të drejta dhe janë përcjell pranë institucionit qendror për zgjidhje. Banorët e fshatrave të Këlqyrës i rikthehen protestës së tyre të dytë përpara bashkisë. Protestat e banorëve vijnë pas një periudhe të gjatë shqetësimit për mungesën e ujit të pijshëm, energjisë elektrike dhe gjendjen e rrugëve rurale. Banorët paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk marrin zgjidhje janë të gatshëm të bllokojnë aksin nacional Këlqyr-Përmet.
Ne na ka vajtur atje tek s'mban më përveç se të bllokojmë rrugën atë vetë flijohemi, nuk na ka mbetur gjë tjetër, se po flasim dhe nuk dëgjohemi, po flasim në vesh të shurdhit. Rrugë s'kemi, ujë sjellës nuk kemi, SBR nuk funksionon, kanali Vaditës janë edhe 80 miliard lek, s'kemi nuk Vaditës i Mazidit, është fakt. E të vinë ta shikojnë, po e blem dhe mekun me 13.000 lek. Kur kemi me hektarë atje për të vaditur? Kemi ardhur këtu, kemi bërë disa kërkesa për rrugët, për kanalet, për një digë që është diga Vaditëse, dhe jo që s'na është kthyer përgjigje, na kanë kthyer një cop letër përgjigjen e sekretar fshatrash për elektrikun, që nuk është kompetencë e këtyre, atë të tyret nuk i kthejnë. Dhe nuk dim, tani duam të dim, i ka mjetet apo i ka shit për skrap. Ne do blokojmë rrugën nacionale dhe do marrim akte ekstrem. Tani ne jemi mbledhur, protestojmë për problemet tona të fshatit Katundisht. Në fshatin Katundisht rrugët janë vidhisura, janë bërë për turp të Zotit. Ne përsëri do protestojmë për kërkesat tona. Nëse ju nuk kanë ata që na dëgjojnë, nuk kanë besim të vinë ta verifikojnë vetë kush e ka merak. Kush e ka përgjegjësi pastaj që nuk e bën detyrën. Kryebashkiaku i Kulturës Klement Ndoni deklaroi për RTSH Gjirokastër gjatë një bashkëbisedimi telefonik se kërkesat e banorëve janë të drejta dhe se ato janë përcjell pranë institucioneve qendrore për zgjidhje. Ai siguroi se bashkia po ndjek rrugën institucionale për të adresuar problemet. Qyteti i luleve Përmeti ka shtuar sipërfaqet e gjelbra me mbjelljen e rreth 950 pishave, 800 fidanëve të trëndafilave dhe pemëve të ndryshme dekorative në disa zona. Këto mbjellje të reja synojnë përmirësimin e imazhit urban dhe krijimin e hapësirave më të gjelbra, duke i dhënë qytetit dhe zonave përreth një pamje më të freskët dhe më tërheqëse. Për Përmetin sezoni i dimrit ka sjellë edhe shtimin e hapësirave të gjelbra. Në kuadër të fushatës së mbjelljeve, Bashkia Përmet ka vijuar punën për gjelbërimin e qytetit dhe zonave përreth. Sipas përgjigjes së sektorit të pastrim gjelbërimit, gjatë kësaj periudhe janë mbjell rreth 950 pisha, rreth 800 fidan trëndafilash, si dhe pemë të ndryshme dekorative në disa zona të qytetit. Kemi bërë punimet nga vetë sezoni që janë punimet dimërore, që janë punimet e pemëve, të trëndafilave, krasitja e trëndafilave, krasitja e pemëve, mbjelljes, ndësime dhe në pemë dhe në shkure trëndafila po shtim sipërfaqesh. Fushata e mbjelljeve vijon edhe në njësitë e tjera administrative të kësaj bashkie. Kemi mbjell një sasi të konsiderueshme pemësh, ku i kemi shtrirë dhe në fushat e mbetjeve ekzistuese dhe në ish fushën e mbetjes Brashkov, kur kemi bërë abilitim të një pjesë të saj, afërsisht tek 800 metra katror. Me këto mbjellje, synohet përmirësimi i imazhit urban dhe shtimi i hapësirave të gjelbra, duke i dhënë më shumë gjelbërim qytetit të Përmetit dhe zonave përreth. Nisin sot në mbrëmje lojrat olimpike dimërore Milano Cortina 2026, të cilat do të mbahen deri në datën 22 shkurt. Spektakël dhe garë premtohet nga Italia, teksa në ekranin e RTSH1 do të keni mundësinë të ndiqni çdo gjë live. Nga ana sportive, Shqipëria përfaqësohet në këto lojra olimpike nga 4 skiatorët: Lara Colturi, Deni Xhepa, Lisa Brunga dhe Semire Dauti. 20 vjet pas Torino 2006, Italia rikthehet të jetë qendra e botës sportive me lojrat olimpike dimërore Milano Cortina 2026. Sytë e gjithë botës do drejtohen pikërisht aty ku Milano dhe Cortina d'Ampezzo do të hapin zyrtarisht sipërfaqen e lojrave olimpike dimërore 2026. Eventi do të nisë zyrtarisht në orën 20 me njërisi absolute, një ceremoni hapse e një koshme me stadiumet ikonik San Siro në Milano dhe skenografisë historike të Cortina d'Ampezzo. Një dëbutimi dyfish që pasqyron natyrën të shpërndarë të këtij edicioni, i cili synon të përfshijë gjithë arkun alpin. Ceremonia hapse shënon momentin kur sporti, kultura dhe historia bashkohen në një festë globale ku mbi të gjitha triumfon fryma olimpike. Edhe rituali ndezjes së pishtarit do të jetë dyfish, flaka olimpike do digjet përgjatë gjithë kozgjatjes së garave, si në Arco della Pace në Milano, ashtu dhe në Piazza di Bona në Cortina.
Milano Cortina 2026 vjen si një olimpiadë kontrasteve dhe harmonisë, mes modernitetit Milanos dhe madhështisë alpine të Cortinës, mes traditës dhe inovacionit, mes garës dhe respektit. Në këtë mbrëmje hapje, flamujt e kombeve do të parakalojnë krah për krah duke simbolizuar unitetin, paqen dhe besimin se sporti i bashkon njerëzit për te çdo kufiri. Për sportistët kjo ceremoni është kulmi një rruge të gjatë sakrifice, stërvitje dhe ëndrash. Për publikun është fillimi i 2 javë emocionesh të forta, rivalitetit të ndershëm dhe historisë që do të mbeten gjatë në kujtesë. Festa e madhe e sportit dimëror që do të vijë drejt për drejt në rrjetin e Radio Televizion Shqiptar, do të mbyllet me 22 shkurt në skenografinë sugjestive të Arenës së Veronës, duke i dorëzuar stafetën olimpike pas 16 ditësh sfidash legjendare. Me shumë krenari dhe emocion, Shqipëria do të jetë e pranishme për herë të parë me 4 sportistë në lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026. Skiatorët tanë janë gati për të shkëlqyer dhe për të bërë histori, duke treguar në eventin më të madh dimror forcën dhe pasionin e tyre për këtë sport. Deni Xhepa, një nga përfaqësuesit e talentuar të Shqipërisë, do të marrë pjesë për herë të dytë në lojra dhe për të bërë një figurë të mirë ka vendosur të mos prezantohet në garën debutuese në downhill, por të përqendrohet në garën e supergjigantit me 11 shkurt, një prej sfidave më të mëdha të sezonit. Deni do të marrë pjesë në 3 gara, sepse më 14 shkurt do të garojë në slalom gjigant. Deni është i fokusuar në këto gara dhe po i kushton gjithë energjinë e tij për të arritur më të mirën, gjë që do të përpiqet ta bëjë edhe në 16 shkurt në slalom. Semire Dauti dhe Lara Kolturi, 2 vajzat që janë duke shkruar historinë për Shqipërinë, do të garojnë për herë të parë në Olimpiadën dimrore. Ato do të përballen në slalom gjigant më 15 shkurt me kualifikueset që do të fillojnë në orën 10 dhe finalet në orën 13. Pas kësaj ata do të mbyllin konkurimin më 18 shkurt në slalom, një sfidë që premton të jetë mbreslëndse, ku do të bashkohet edhe Liza Brunga, duke kontribuar me energjinë dhe angazhimin e saj për të arritur suksesin. Ky do të jetë një moment historik për të 4 sportistët shqiptar, të cilët kanë mundur të sigurojnë normat olimpike edhe fal pikavarazhit e lartë të Lara Kulturit, dhe janë të gatshëm të tregojnë botës se Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm në skim. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.